masonët, unë i kam të gjithë vëllezër, po them 800 milion vëllezër, 600 milion, 50 milion, po them sa mund të po të marr shifra të egzageruara. Dhe pa i njohur, unë ata i kam vëllezër, thua ti vëlla, unë kam vëlla në shtëpi, nuk flas me gojë. Zume pa me sy, sipas ke ti vëlla, një në Azerbajxhan që ti se njëherë. Të them unë ty si e kam unë. Në fakt kanë luajtur masoneria, kanë luajtur me gjën apo baballarët e masonerisë kanë luajtur me një gjë të jashtëzakonshme. Që është duke pas parasysh njeriu është ambicioz, është egoist, është egocentrik, është pervers, është kriminal. Ata kanë luajtur me unin, me atë që ty, domethënë, me gjën që është më e madhe se vetja jote e je prap ti. Kjo është filozofi. Dhe çfarë ndodh? Unë jam diplomat. Detyra ime është në mision diplomatik, detyra ime është të t'i shërbej shtetin shqiptar në nevojë. Ti lëshon një leje kalimi kur ti ke hall. Ndërkohë kam një orar zyrtar, dhe pse diplomati nuk ka orar asnjëherë. Është on duty 24 orë kur ka nevojë. Ndërkohë vjen Renisi, po them vjen Genti, shoku im, miku im në jetën profane. Ke ardhur ditën e martë, do ikësh të premten nga Budapesti. Ditën e njëjtën darkë në klub ty të humbi pasaporta. I biti 3 ditë tjera. S'ke hotel të rezervuara. Nuk ke lek me vete pra shon e këtej do të kthesh. Po ndërkohë, orari zyrtar është deri në 4. Ti erdhe në orën 7 të morë telefon. Ti s'e ke për detyrë. Jo, unë e kam për detyrë, ta lëshoj unë, por duhet bësh pagesën në banka hungareze është mbyllur. Etj, pra është një sër institucione. Ndërkohë unë çfarë bëj? Unë ty ta lëshoj këtë dokument dhe e paguaj nga xhepi im ditën e hënë, po të them. Më kupton? Për ty kur ti ke ikur, ke mbaruar punë. Tash unë këtu nuk kam bërë as shkelje, kam bërë detyrën time, madje kam bërë në mënyrë rigoroze, më kupton? Madje kam tejkaluar për ke tejkaluar detyrën. Për atë gjë. Tani kjo është detyra ime. Ndërkohë, ti je mjek, kur të merr Renisi në 2 të natës, ndoshta për dikë tjetër ti nuk del. Më kupton? Dhe tani e gjitha kjo funksionon si një orë për masonët për njëri tjetrin. Mos haro që ty mund të ndodhi një hall në çdo vend të botës, në çdo pikë të globit, nga më të ndryshme dhe aty ti gjem përgjigje, sepse ke vëllezër mason që janë në ato detyra dhe të bëjnë. Të jap një shembull, një vllai ton i ndodh siç i ndodhi Schumacherit në Alpet e Austrisë, me një u lajmëruar qendra, vjen helikopteri i spitalit, rastisi që një nga ato ishte pjesë vlla mason, ai bëri pjesën e tij të punës së përditshme, e një drejtuesi të spitalit që ndihmoi njëri ka nevojë. Solli helikopterin, tak, mori, mbaroi punën me gjithë pa para, pa asgjë. Ndërkohë që për njëri të zakonshëm do alarmohesh, lajmëroi hoteli lajmëronte 911, po them unë ty, do lajmëroj do vitë spitalit Majt Malit me ambulancë etj. Zgjidhe. Pra, ai nuk bëri shkelje ligji, ai bëri punën e vet, por mënyra se si e bëri tani unë pa njohur një mason i cili vjen aty dhe unë jam po them një oficer policie dhe aty ka ndodhur një hall apo unë jam një mjek dhe aty ka ndodhur një hall, e jap shërbimin siç e jap, siç duhet ta jepja. Do ndjesh protokollin. Do me thënë e bëj në mënyrë të shkëlqyer për këtë personin. Po si e kupton, si mund ta kuptosh? Njoftojnë qendrat. Okay. Komunikohet, bëhet komunikohet. Ndërkohë unë mund të më ndodhi halli, unë ka i unë bëj punën time, nuk bëj asgjë tjetër. Nëse më ndodh diçka dhe jam pjesë e grupit. Unë domethënë duhet i bëj unë telefonin qendrës, qendrës, jo vëllezërve, po qendrës. Se mbase nuk e din se Marini për shembull ti pjesë. I bën qendrës, qendra them kam këtë hall dhe pastaj organizohet situata. Më kupton? Dhe në këtë mënyrë unë atë vllajin e Azerbajxhanit, sepse kam një unë i jap atij asistencën time, sepse mua mund të më ndodhi diku tjetër e njëjta gjë. Ndërkohë mund të mos shkoj kurrë në Azerbajxhan, po dikush tjetër nga Franca mund të ndodhi në Azerbajxhan, pa i ka dhënë. E kupton se funksionon tani normalisht. Kështu të funksiononte dhe shoqëria njerëzore. Por në fakt ti mjeku korruptohesh se do të çosh fëmijën në shkollë, po them do të kaloj provimin çuni jot dhe ti japësh lek, po them profesorit. Profesori i merr këto lek që kur shkoj ke mjeku, pra shkoj si vjen korrupsioni si gjë. Ndërkohë këtë gjë nuk e kanë masonët për çfarë arsye. Një mason dhe masonët janë kudo. Një mason nuk e lejon kur veten e tij të shkeli parimet universale. Pra, të gënjej, të vjedhë, të korruptohet etj. Do thuash ti, por për një shifër të caktuar çdo njeri ka një çmim. Në masoneri është ndërtuar e tillë struktura që ti për asnjë shifër në botë, mos kesh mos manipulohesh sepse penalizohesh nga masoneria dhe masoneria e merr vesh. Ndërkohë ti humbet gjithë këtë gjë tjetër dhe mos haro. Po ju them një rast, ne kishim pjesën e Covidit. Sa miliarder kanë vdekur në Covid? Plot, apo milioner apo multimilioner. Pra nuk është paraja gjithçka. Ndërkohë ti humbet gjithë këtë shërbim të jashtëzakonshëm. Dhe ndaj, nëse vihen njerëz të këtij lloji në pika, në instrument kyçe, domon këta janë një mason është i sigurt që nuk çedon. Nuk të çedon. Ka raste që e shfrytëzojnë këtë edhe mund të gënjejnë. Ka ndodhur për fat të keq në historinë e masonerisë, rasti famkeq i Pidues në Itali, ata që krijuan mafien.